synimi është arritja e rezultateve matëse në arenën ndërkombëtare, domethënë në nivelin ndërkombëtar, sparin atë kombëtar, mandej ndërkombëtar. Dhe gjithmonë tendenca është që të arrihen rezultatet e cilat janë të matshme në saj të pozitës, edhe në saj të pjedestalit. Pjedestali është ajo ku shkon njëshi, dyshi, treshi dhe të njishit gjithë dëshojnë me shku. Fatmirësisht apo fatkeqësisht kohëve të fundit, nëse flasim për sport kulminant, janë vajzat e Kosovës që po arrin medalje olimpike dhe kulminacioni në sport është medalje olimpike, e këtë ka arrit spari Majlinda Kelmendi, mandej Distria Krasniqi, Nora Gjakova, Akil Gjakova, këto janë sportistët tanë kulminant që kanë arrit medalje, që kanë arrit që t'jenë në pjedestal, janë kampion olimpik, kampion botror, kampion evropian dhe shumë medalje për cilin ne mburemi dhe shumë shpesh në tabelën e klasifikimit të numrit medaljeve kur fillon lojët olimpike, shumë shpesh Kosova i len shumë shtete mbrapa, sepse në javën e parë kur arrin në garat që të sillet medalje olimpike, në lojët e fundit kemi qenë diku në vendin e 4-5, kemi lënë 70 shtete mrapa dhe ajo është një ndjenjë mirë, është një imazh i mirë për shtetin ton, një sensibilizim i asaj që ne si shtet i ri promovojmë dhe do të jemi gjithë mirënjohës për këtë kontribut. Domethënë medaljet janë ato spari që na identifikojnë. Nuk janë vetëm futbollistët. Futbollistët janë vërtet një sport më mosovik që shiqohet me numër të madh të shikuesve, por kur i medaljet janë ato të matshme. Edhe pas këtyre në sporte luftarake, për shembull afër ka qenë Luan Krasniqi në boks, ai ka qenë shumë afër, dhe ajo konsiderohet si vlerë, si aset i shtetit, domethënë këta që na kanë sjell medalje, por në sporte ku shiqohet me numër më të madh shikuesve, ku sidomos futbolli, që i kemi një pjesë tyne ju në fund, e keni pas Amir Rahmani në studio, një emër i njohur sepse ti je 2 herë kampion me Napoli, ti je në një kampionat që është shumë prestigjioz, shumë ndër kampionate më të fuqishme në Evropë, në një shtet ku është kampion i botës, në një shtet ku shumë taktizohet, ku shumë ka përgatitje psiqike, ku ka shumë tensione, kjo është arritje shumë e madhe edhe nder për Kosovën. Kudo që janë, tash të këto sportistët të tjerë, veç do t'i përmend Ismeti, Ramizi, mos t'i jo marrë krejt, unë po mendoj që është nder që i bëjnë vendit edhe të gjithë sportistët që unë që i përmend